do të muloja situatën e madhëve kryesore Floririn këtu, Silver, ca të tjerë, dhe ta mbyllim podcastin, sepse zakonisht duhet ta maj diku te zona 30 deri te 40 minuta, por na që kemi 2 javë që nuk kemi ndar informacionet, duhet ta mulojnë në detaje. Okej. Situata e dollarit është me rëndësi. Dollari, unë kam thënë që do shkonte te 100, që prap ka shkuar aty dhe po e bën në televizje. Për mendimin tim dollari po fuqizohet dhe mund të shkojë deri te 101. Kjo zonë 101 më pëlqen. Më pëlqen. Dhe është logjikë që dollari duhet të fuqizohet sepse ka pasur një rënje shumë të thellë. E di që shumë njerëz thonë që dollari do rënohet komplet, por nuk ka shanse të bëhet në atë mënyrë. Duhet të bëhet diçka graduale. Kemi dollarin që mund shkojë te 101 këtu, te Dixi. Kjo do të thotë që ose edhe po shkojë te 100.3, do të thotë që tregu duhet shitet pak. Logjika ime është kjo. Por do të thyk te zona, po e vë një alert këtu. Që të sigurohemi që do bëhet ajo lëvizje. Kemi Floririn tani, që e kam diskutuar dhe te kanali im personal, dhe kam thënë ca gjëra. Dje unë hapa një pozicion short këtu, kundër tregut, sepse ja ku e keni çfarë ka bërë tregu, dhe i duhet një lëvizje të pakten. U mendoj që po thyu këtë, atëherë shkojmë deri te kjo zona këtu prap, te kjo zona 4000. I duhet një lëvizje serioze, një far dipi dhe një far konsolidimi tani goldit. Ky është mendimi im. Diçka si puna kësaj këtu. Në shkurt mars. E diskutua pak në fillim të podcastit që është pak e çuditshme që tregu i goldi po rritet kaq shumë dhe tregu i aksioneve dhe kriptot po qëndron i qëndrueshëm. Këtu po është i qëndrueshëm dhe stabil dhe ka dhe rritje në tregjet e aksioneve. Është pak e çuditshme kjo gjë, sepse do të thotë që ndoshta ka diçka që nuk po shkon në ekonominë globale, që po rritet Floriri kaq shumë dhe në këtë mënyrë. Kjo situata, dhe mendoj që duhet të ulet pak Floriri këtu, dhe të rritet ndoshta dollari, ose po që vazhdon le të themi të konsolidohet e kjo zona, mund të ulen asetet e tjera dhe pastaj të ulet më thellë dhe të rriten asetet e tjera, që i bin aksionet dhe kripto. Kështu që të shikojmë këtë, se ndoshta është ulje Floririt dhe rritje e kriptos dhe asetet pak më rrezik. Dhe Silver ka bërë të njëjtën gjë, mundësia artu për të tregtuar këtë lëvizje, që ne e kemi tregtuar, unë edhe Kleo kemi tregtuar këtë lëvizje. Tjetër që mund të diskutojmë janë nafta dhe gazi natyrale, dhe pastaj mbyllim me kaq. Nafta duhet të gjejë një farë supporti. Unë po më duket sikur do shkoj prapë përsëri te këtë zonë që ka shkuar më parë se blihet, dhe pastaj rritjet këtu, ja ku e kemi te kjo zona teknikale supporti. Nuk shikoj ndonjë mundësi këtu te tregu ose sektori për momentin. Më duket si një sektor që nuk duhet të tregtoj. Gazi natyral po bën një farë, le të themi, rritje graduale me dipe, dhe si gjithmonë, sepse kështu lëvizin këto mallet kryesor, edhe mendoj se sezonaliteti mund ta çojë për më lart. Dhe ishte e çuditshme që kjo të uleshe, po varet nga ngjarjet të ndryshme që ndodhen, politike dhe ekonomike. Mendimi im është që kjo do vazhdoj për lart. Tjetër nuk është që kam ndonjë ide tjetër këtu për të diskutuar me ju. Kjo ishte analiza ime për këtë javë. Shpresoj që të ketë informuar dhe të ketë ndihmuar. Keni disa mënyra se si mund të jeni në kontakt me ne gjatë javës. Keni Telegrami që është falas. Kemi 1300 ca antar aty.
kemi Discordin që është me pagesë minimale, diçka është 15 pound në muaj, mund të hyni aty si novice trader, fillestar dhe të mësoni, edhe shikoni analizat e mia më të detajume, më shumë se sa Telegrami. Te Telegrami keni anëtar që komunikojnë me njëri tjetrin dhe ndihmojnë njëri tjetrin falas. Është një komunitet i mirë, por po që doni mendimet e mia dhe të grupit në përgjithësi që janë pak më serioz, hyni te Discordi dhe pagoni atë gjë. Pastaj keni dhe mënyrat e tjera që mund të bëni ndonjë trajnim dhe të mësoni se si të tregtoni në një mënyrë profesionale me swing trading, që është tregtim afatmesëm, jo day trading, jo skalpime dhe tregtimi afatshkurtër. Tregtojmë vetëm valët kryesore dhe i shfrytëzojmë të maksimum. Kaq ishte për sot. Faleminderit që keni qëndruar deri këtu dhe shihemi javës tjetër.